Nga dita e sotme, qytetarët shqiptar kanë mundësinë të udhëtojnë drejt një prej kryeqyteteve më magjepsëse të Evropës, Lisbonës, përmes një linje të re ajrore direkte nga aeroporti ndërkombëtar i Tiranës. Linja është operuar nga kompania britanike me kosto të ulët EasyJet, e cila realizoi fluturimin e parë nga Lisbona drejt Tiranës mëngjesin e sotëm, duke shënuar kështu hapjen zyrtare të këtij destinacioni të ri për shqiptarët dhe turistët ndërkombëtar. Tia ndau në rrjetet sociale e pamje të mbërritjes së avionit në pistën e aeroportit Nën Tereza, shoqëruar me një pritje të ngrohtë dhe një mesazh domethënës, një urë e re midis Shqipërisë dhe Portugalisë sapo u hap. Sot mirëpritëm fluturimin e parë të EasyJet nga Lisbona në Tiranë, duke forcuar lidhjet tona me Europën perëndimore. Kjo linjë e re do të operojë me 2 fluturime në javë, konkretisht çdo të martë dhe të shtunë, duke ofruar më shumë fleksibilitet për udhëtarët që planifikojnë pushime, udhëtime biznesi ose vizita familjare në njërën prej metropoleve më historike dhe kulturore të Europës. Shtimi i Lisbonës në rrjetin e destinacioneve që ofrohen nga Tia konsiderohet si një hap tjetër i rëndësishëm në forcimin e lidhjeve ajrore të Shqipërisë me Europën dhe botën. Ky zhvillim vjen në një kohë kur turizmi në vend po njeh arritje të qëndrueshme, ndërsa Tirana po konsolidohet gjithnjë më shumë si një qendër rajonale për transportin ajror. Përveç përfitimeve turistike, kjo linjë pritet të ketë ndikim pozitiv edhe në marrëdhëniet ekonomike dhe kulturore mes Shqipërisë dhe Portugalisë. Shqipëria, e cila po bëhet gjithnjë më aksesueshme për turistët evropian, ofron një destinacion të ri dhe atraktiv për qytetarët portugezë, ndërsa shqiptarët fituan mundësinë për të eksploruar bukuritë e Atlantikut dhe trashëgimin kulturor të Lisbonës. Me këtë zhvillim, EasyJet BI bashkohet njësër kompanive të tjera ndërkombëtare që kanë zgjedhur të operojnë në dhe nga Tirana, duke rritur ndjeshëm numrin e destinacioneve të aksesueshme për qytetarët shqiptar dhe duke vendosur aeroportin ndërkombëtar të Tiranës në hartën e qendrave kryesore të trafikut ajror në rajon.